Tirana e vitit 2025 nuk i ngjan asnjë Tirane të mëhershme, as për nga popullsia, as për nga ndërtimet e larta, as për nga shtetasit e huaj që jetojnë në të, e as për nga numri i turistëve që e vizitojnë çdo ditë. Kryeqyteti shqiptar ndryshon vrulltas dhe në këtë zhvillim të rrufeshëm, ekonomia e shërbimeve lulëzon. Baret, hotelet, klinikat estetike, transporti e shumë çka tjetër. Të gjitha përpiqen të përgjigjen etjes së një metropoli që nuk fle. Pamja në sipërfaqe është vezulluese, por Tirana, ashtu si një medalje, ka edhe një faqe tjetër. Një faqe që nuk del në broshurat turistike. Pas dritave të qytetit zhurmshëm, në apartamentet zakonshme me qira ditore, pas profileve online dhe websajteve me foto vajzash gjysmë a më shumë të zhveshura, funksionon një treg që pak njerëz arrin ta shohin. Është një treg i paligjshëm, i pazëshëm, por i mirë organizuar. Dhe në vitet e fundit një treg që po tërheq gjithnjë e më shumë gra dhe vajzat huaja. Po flas këtu për shërbimet seksuale me pagesë. Shërbim kryeqytetas i menaxhuar nga rrjetet të sofistikuara ndërkombëtare, që sjellin punonjëse seksi nga Brazili, Kolumbia, Venezuela e deri nga vende të largëta të Azisë për t'i shfrytzuar në tokë shqiptare.